të gjitha falenderimet, të gjitha bindjet, të gjitha nënshtrimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit. Atë e falenderojmë. Për Allahut azza wa jall ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut për çdo vepre që veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhruar në këtë fe madhështore, nuk ka askush që ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe me atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta pra i dërgojmë më të mirën e krijesave, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik na tregon se Allahu azza wa jall e ka plotësuar këtë fe madhështore. Nuk i ka lënë asnjë mangut. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, sot e plotësova për ju këtë fe. Pra janë ajetet e fundit që Allahu xhele xhelalu e ka zbritur pejgamberit alayhi salatu wassalam kur ka qenë ku? Në kodrën e Arafatit. Pra sot e plotësova për ju fen tuaj. Nuk i lash asnjë mangu, thotë i gjithëpushtetshmi. E vendosa mbi ju kë dhuntin time, dhuntin e Allahut, Allahu e hodhi mbi ne. Dhe e përsosa, thotë, kë Islamin si fe. Fen ton Allahu xhele xhelalu pra e përsosi. Dhe jo më kot nderuar vëllezër dhe motra, unë nisa këtë ligjërat me këtë ajet fisnik, se unë sot e kam ndëruar temën e hutbes. Për diçka tjetër do të flisja, por e pash të arsyeshme që ta ndëroj dhe ta shpjegojmë njëre mirë, domethënë, që ta kuptojmë përfundimisht mirësinë e kësaj feje. Ta kuptojmë përfundimisht se çka është kjo fe madhështore, se çka është ky sistem i mrekullueshëm që ta lulëzon jetën tënde. Jetën ta bën të lumtur, jetën ta bën të kënaqshme dhe është urë për në botën tjetër, që ti të fitosh botën tjetër. Do t'i përmend nderuar vëllezër dhe motra rregullat elementare që duhet i kemi parasysh ne si besimtar musliman kur vim në xhamin e shtëpinë e Allahut. Që u bë kaq kohë elhamdulillah. Xhamia jon funksionon rregullisht. Kjo është mirësi për të gjithë pushtetshmit. Por se shumë prej nesh akoma fatkeqësisht nuk i dinë rregullat që ne i kemi përmendur, e ripërmendur. Rregullat kur vjen në xhami, në shtëpinë e Allahut. Një fenomen shumë negativ e shohim me hasim. Pejgamberi jon i dashur, Muhamedi alayhi salatu wassalam, na tregon ku thot për një virtyt madhështor, për një diçka që muslimani duhet ta ketë parasysh patjetër dhe ta zbatoj për pastërti. Thot et-taharu shatrul iman. Pastërtia është gjysma e besimit. Që sa fjalë e madhe, subhanallah. S'ka dyshim se fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të mëdha. Por të mendosh hol, e shef sa fjalë e madhe, pastërtia gjysma e besimit. Pra gjysma e imanit, e këtij imani madhështor që ne Allahu xhele xhelalu na i ka dhuruar. Pastërtia pra është gjysma e besimit. Ne hasim shumë, jo vetëm xhamin ton, por në shumë xhamia, besimtar që nuk i kushtojnë rëndësi kësaj ku pejgamberi i Zotit thotë është gjysma e besimit. Vëllezër dhe motra të respektuara, duhet i kushtoni rëndësi pastërtisë tuaj çdo moment, jo vetëm kur vjen në shtëpinë e Allahut. Shtëpia e Allahut është vend adhurimi.
është vend reflektimi, është vend i pastër, është vend të cilin e rrethojnë kush? Me lajket e Allahut, engjëjt e Allahut. Ti bësh shkak me papastërtinë tënde, ti largosh me lajket e Allahut. Po, i largon me lajket e Allahut. Se kur ti nuk i jep rëndësi pastërtisë, ata largohen. Një fenomen tjetër, shohim musliman han urdhra dhe vinë xhami. Vallahi nuk bën, o vëllezër dhe motra. Nuk bën se i largon me lajket direkt, nuk rin me lajket aty në atë vend. Tek ai njeriu që ka ngur urdhër, që nxjerr frymën e tij. Plus vllajin tënd, motrën tënde që e ke në krah, e shqetëson dhe nuk e falat namaz rehat. Je i sprovuar. Ka thënë mjeku përdore. Rrinë në shtëpi, mos hajde në xhami aty. Fale namazin në shtëpi. Allahu nuk e obligon askën për te mundësive. La yukellifu Allahu nafsan illa usaha. Thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij fisnik. Pra Allahu nuk e obligon askën për te mundësive. S'ke mundësi në shtëpi o robi Allahu. Pse do të vish në xhami të largosh me lajket e Allahut? Do shqetësosh vëllezërit dhe motrat në xhami? Apo një fenomen tjetër. Nuk lahen muslimanët, subhanallah. Imagjinoni në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë qenë kushte të vështira. Muslimanët i jepnin rëndësi jashtëzakonisht madhe pastërtisë. Sot ujë pafund. Vjen muslimani në xhami, vjen erë të mbyt. Largon me lajket, shqetëson dhe besimtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, sidomos ditën e xumë. El-ghuslu yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalim. Që do thot të lahesh ditën e xumë. Është obligim për çdo njeri që e ka mbushur moshën e pjekurisë. Kushtojnë një rëndësi këtyre, ju nderuar vëllezër dhe motra. Se ju duke në pamje të parë çapo flet hoxha, kanë shumë rëndësi këto, më besoni pashallah. Kanë shumë rëndësi se Allahu azza wa jall dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam i kanë kushtuar rëndësi të madhe. E si ti dhe unë mos t'i japim rëndësi? Si ti dhe unë mos t'i japim rëndësi? Kur thamë që pastërtia është gjysma e besimit. Vim të një fenomen tjetër negativ, që e kemi përmendur, ripërmendur. Vjen në xhami, në vend të ulesh, të falësh 2 rekate sunet, siç është tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thënë ai i cili hyn në xhami, patjetër t'i fali 2 rekate pra tehiyatul mesjid, përshëndetje e xhamis. Jo që si fal ato, po ja fut muhabetit. Varda, ku në shtëpinë e Allahut? Ku Allahu xhele xhelalu thot në librin e tij fisnik, wa anna al-masajida lillah fala ta'budu ma Allahi ahada. Xhamit janë bërë vetëm për adhurimin e Allahut, për asgjë tjetër. Xhamit janë bërë vetëm për adhurimin e Allahut, për asgjë tjetër. Dhe mos adhuro përveç Allahut askën tjetër. Në një ajet tjetër thot Allahu, fi buyutin udhina an tudhkara wa turfa isma Allah. Që do thot janë disa shtëpia në të cilat lartësohet, madhërohet emri i Allahut, xhamit pra. Këto janë ajetet e Kur'anit që na tregojnë rëndësinë e xhamisë. Ne ja fusim muhabetit, si burrat edhe gratë. Sidomos edhe kur e thret ezani muezinin, subhanallah. O robi i Allahut, o robresh Allahut, ka ardhur në xhami për adhurim. Nuk ka ardhur për të bërë muhabete dynjaje. Këto janë rregulla themelore të xhamisë që patjetër duhet t'i kushtojmë rëndësi. A don që emri ju të shkruhet tek ata që Allahu kënaqet me ta? Pra zbatoj këto. Zbatoj këto që po themi. Se do të bëjnë dobi. Në këtë dynja dhe në atë dynjan tjetër që është më e rëndësishme, është ardhmëria jonë. Përveç ti e kthen xhamin në kafene,
shqetëson edhe të tjerët të cilët mund të jenë duke bërë dhikr, duke madhuruar Allahun, shqetëson të tjerët që mund të jenë duke i falur 2 rekate namaz, është shenjtëria e xhamisë. Shenjtëria e xhamisë që patjetër duhet ne t'i kushtojmë rëndësi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kushdo që hynte në xhami e gjente një vend atje, falë 2 rekate dhe ulej bënte dhikr. Derisa fillonte namazi, nga 5 namazet ditore, apo ditën e xuma, derisa të hypte imami në hutbe që të mbante hutbe. Sidomos në xuma, erdhe në xuma, lexo surën Kehf. Erdhe herët, lexo surën Kehf. Se ke shpërblim tek Zoti, ka transmetime që tregojnë për vlerën apo mirësitë që t'i jep Zoti kur ti lexon surën Kehf ditën e xuma. Ti ja fut muhabetit. Nuk bën, po e përsërisim, nuk bën. Prandaj keni kujdes. Dhe pastërtisë kushtojnë rëndësi të veçantë. Mos hani asgjë pas urdhra në xhami, po e përsëris prap. Mos hani asgjë pas urdhra kur vini në xhami. Se largoni me lajket, shqetësoni dhe besimtarët. Prandaj lut Allahun që të na bëjë për atyre të cilët i zbatojnë këto rregulla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني الله لي وإياكم مما فيه من آيات وذكر حكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Elhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër dhe motra. Ne e përcollëm muajin e madhënishëm të Ramazanit. Ramazani iku dhe një keqardhje e madhe për ne, domethënë, u ndje dhe ndihet me ikjen e tij. Po ajo që ka ngelen mbas janë veprat e mira. Punët e mira. Sa do të pakta të jenë ato. Kam vlerë tek Allahu xhelel xhelal, po më rëndësishme është që të jenë të vazhdueshme, jo të ndërprera. Pra punët e mira, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më të dashur tek Zoti, janë ato të cilat edhe nëse janë të pakta, por se janë të vazhdueshme. Prandaj të mundohemi, duke filluar nga ato që përmendëm në hutben e parë, në ato këshilla. Ti zbatojmë ato, që të fitojmë kënaqësinë e Zotit të gjithëpushtetshëm. Sepse njeriu është gabimtar. Por se më i miri i gabimtarëve është ai që pendohet. Prandaj dashur vëllezër dhe motra, friksojeni Zotin të gjithëpushtetshëm dhe gjithmonë kujtoni ditën që do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Është dita që e përmend Zoti, thot la rejbe fi. La rejbe fi, që do të thot nuk ka pik dyshimi që do të ndodhi. Vetëm lumat atë cilët paraqiten tek Zoti i gjithëpushtetshëm me zemër të paqt, me zemër të nënshtruar. Si thot Allahu Azza wa Jall, yawma la yanfa'u malun wala banin illa man ata Allaha biqalbin salim. Atë ditë, o Muhammed, të riqua vërejtjen njerëzve që ta kuptojnë, atë ditë ku nuk do t'i bëj dobi as posturia, as pushteti, as evlati, se nuk do të bëj o vëlla edhe motër, vallahi ditën e gjykimit dobi, as pushteti që e ke pasur në dunia, as paraja, as pozita, as tarafi, as miqësia, nuk kam pik vlerat. Sikur gjithë dynjan ta kesh mbushur me arë. Tek Allahu Azza wa Jall nuk ka vlerë. Illa man ata Allaha biqalbin salim. Përveç atyre që paraqiten tek Zoti
i gjithë pushtetshëm, të nënshtruar, të penduar, me zemër të pastër. Kjo të bën dobi. Nuk të bën dobi asgjë tjetër. Prandaj lut Allahun e gjithë pushtetshëm, me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e të përsosura absolute, na bëj ne për atyre të cilët i ndjekin rregullat e fesë. Na bëj ne për atyre të cilët janë në gjurmët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të sahabëve, të tabiinëve, të ndjeksave, të njerëzve të mirë. E lutim Allahun që na bëj të nënshtruar ndaj kësaj feje. E lutim Allahun që në momentet e fundit të jetëve tona, fjala e vetme që del nga goja jonë të jetë shahadeti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E lutim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanët kudo që janë ata, në mbar botën, t'ja u lehtësoj brengat, hallet, problemet. E lutim Allahun që t'i pastrojë radhët tona dhe të mbjellin në zemrat tona sinqeritetin dhe vllazërinë dhe besnikërinë, dhe ta largojë nga zemrat tona hipokrizin, tradhtin, sepse Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض